Zjarret pyjore pritet të arrijnë nivele alarmante gjatë këtij viti në mbar botën, ndërsa studiuesit paralajmërojnë se ndryshimet klimatike dhe rikthimi i fenomenit El Niño po krijojnë kushte gjithnjë më të rrezikshme. Sipas ekspertëve, që nga fillimi i vitit janë regjistruar nivele rekord të sipërfaqeve të djegura. Të dhënat e sistemit global të informacionit për zjarret tregojnë se deri më 6 maj janë djegur rreth 1.63 miliard hektar tokë në nivel global, shumë më tepër se mesatarja e viteve të fundit. Studiuesi Theodore Keeping deklaroi se ky është fillimi më intensiv i një sezoni zjarresh që nga nisja e monitorimit global në vitin 2012. Ai paralajmëroi se situata mund të përkeqësohet edhe më tej gjatë muajve në vijim. Një nga zonat më të prekura mbetet Afrika Perëndimore dhe rajoni i Sahelit, ku alternimi i rreshjeve të forta me periudha të gjata thatësire ka favorizuar përhapjen e flakëve në savanë. Ekspertët kanë ngritur shqetësime edhe për rikthimin e fenomenit El Niño, i cili zakonisht shoqërohet me rritje temperaturash dhe thatësira të forta në disa pjesë të botës. Organizata Botërore Meteorologjike ka paralajmëruar se mundësia e zhvillimit të këtij fenomeni gjatë muajve të ardhshëm po rritet ndjeshëm. Sipas parashikimeve, një El Niño i fuqishëm mund të sjellë kushte ekstreme në Australi, në pjesë të Amerikës së Veriut dhe në pyjet e Amazonës, duke shtuar rrezikun për zjarre të mëdha dhe të pakontrollueshme. Klimatologët theksojnë se kombinimi i ndryshimeve klimatike me fenomene natyrore po krijon situata të paprecedente, ndërsa autoritetet në shumë vende janë vënë në gatishmëri për një sezon që pritet jetë ndër më të vështirët e viteve të fundit.